Kryetari i LDK-s Lumir Abdi Xhiku po qëndron brenda hapësirave të Kuvendit të Kosovës në një takim me disa nga deputetët e grupit të tij parlamentar pas ftesës për koalicion nga vetëvendosje. Para hyrjes në takim, deputeti Arben Gashi tha se sugjerimi i tij është që palët të ulën në takim dhe t'ia thonë gjërat në sy. Sipas tij, kushdo të jetë nesër kryeministër, do të ulet në takim me presidentin serb Aleksandar Vučić, prandaj duhet të normalizohet takimi mes liderëve politik të Kosovës. Gashi shtoi se letra e kurtit ishte shkruar me përullësi dhe me respekt, por që nuk ishte pëlqyer një element kur Kurti pretendon se disa njerëz nuk kanë ndikim në LDK, një referencë por ish-ministri Nagin Veliu, që ishte shkarkuar nga Kurti në qeverinë e parë, që çoi në rënien e koalicionit dhe të qeverisë. Gashi tha se këto janë çështje të brendshme të partisë së tij dhe nuk i interesojnë askujt, ashtu sikurse është çështja e brendshme edhe vendimarrja për takimin dhe koalicion ose jo me vetëvendosje. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti, pas situatës së krijuar me mos konstituimin e kuvendit, i është drejtuar me një letër publike kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdi Xhiku, ku ka ftuar për të arritur një marrëveshje politike për bashkëqeverisje. Liga Demokratike e Kosovës ka konfirmuar pranimin e kësaj letre, duke thënë se Kurti do t'i kthehet përgjigje me kohën. Kështu është shprehur për Telegrafin zëdhënësi LDK-s. Një herë shetet deputeti kësaj partie, Besja Mustafa. Kryetari Abdi Xhiku do të kthejë përgjigje me kohë, tha Mustafa. Letra e Kurtit u publikua vetëm pak orë më parë, ku ai bën të thirrje Abdi Xhiku që të ulen për të diskutuar një marrëveshje politike për formimin e institucioneve. Ky zhvillim vjen në një kohë të tensionuar politike, pasi Kuvendi i Kosovës ka dështuar për të 11 herë të konstituitohet, ndërsa skenaret për zgjedhje të reja janë gjithnjëra më të pranishme në diskursin politik.